Një Kosovë me dyert të hapura në Washington, në Bruxelles, në Bern e në gjithë perëndimin, sepse ky është destinacioni ynë historik. Dhe sonte nga Zyrihu le ta themi qartë. Kosova nuk do të dorëzohet përballë përçarjes. Kosova nuk do të lodhet. Kosova nuk do të humbas rrugën e saj euroatlantike. Dhe nëse dikush pyet a është ende rrugovizmi gjallë, le të vi pikërisht këtu, le ti dëgjoj rrahje të zemrave tuaja, le ti shoh këta flamur, le ti dëgjoj këtë promeritje. Dhe sa e fuqishëm është ai vizion, le të vi ti shoh shqiptarët këtu që jetojnë larg Kosovës, por që kur nuk hoqet dorë nga Kosova. Kosova mbahet e gjallë nga ata që besojnë në të, e ju asnjëherë nuk u dorëzuan së punuari e së besuari për më mirë e për më shumë. Prandaj, me 7 qershor ta zgjedhim Kosovën e dinjitetit. Me 7 qershor ta zgjedhim Kosovën e Rrugovës. Me 7 qershor ta zgjedhim Kosovën e zhvillimit, Kosovën e bashkimit e Kosovën e aleatëve. Dhe kur pyetet historia se kush e mbajti Kosovën drejt, përgjigja nuk do t'jetë shumë e gjatë, por do t'jetë një tok fjalësh i thjeshtë. Rrugovizmi jeton dhe rrugovizmi fiton dhe nuk ka kush që e ndalë apo përkur. Faleminderit shumë të gjithëve, soti e popullin e Kosovës, e mërkatin tonë, rroft Republika e Kosovës dhe vizioni rrugovis për